Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo grua përdori kastravec çdo ditë dhe pas një jave nuk e besoi rezultatin. Kastravecat janë ndër dhuratat më të mrekullueshme të natyrës. Ky frut është shumë i rëndësishëm për ushqyerjen tonë. Kastraveci gjithashtu konsiderohet si fruti më i mirë sepse vjen nga një lule dhe përmban farat e bimës. Ekspertët kanë listuar përfitimet që i vijnë organizmit duke ngrënë një kastravec çdo ditë. Hidratimi. Ekspertët thonë se njeriu merr 40% të dozës së rekomanduar ditore nga ushqimet. 95% e kastravecit është ujë, ndaj duke ngrënë kastravec njeriu në praktik është duke ngrënë dhe duke pirë në të njëjtën kohë. Ngrënia e kastravecit çdo ditë gjithashtu ndihmon edhe për hidratimin e organizmit. Më shumë ushqyes. Kastravecët gjithashtu ofrojnë pak kalori. Një kastravec mesatar ofron 15 deri në 17 kalori. Megjithatë, kastraveci gjithashtu është shumë i pasur edhe me fiber, protein, vitaminë C, K, B dhe kalium, fiber, zink dhe magnez. Pjesa më e madhe e këtyre ushqyesve gjendet pikërisht tek lëkura. Gjithashtu, detoks. Njerëzit të cilët e teprojnë me pijen apo kanë nevojë të detoksikohen, duhet të konsumojnë më shumë kastravec. Sipas ekspertëve, në qoftë se ju hani disa feta kastraveci përpara gjumit, ju do të ndihmoni organizmin dhe më pas ai do të vetë pastrohet dhe do të rikthejë balancat e elektroliteve. Sipas informacioneve do të ndihmojë edhe në rënien nga pesha. Kastraveci gjithashtu ka tendencën të na mbajë të ngopur për shkak të përmbajtjes së lartë të ujit. Ky i fundit nga ana tjetër rrit sasinë e kalorive të djegura dhe gjithashtu ndihmon për rënien nga pesha. Nga ana tjetër do të keni frymëmarrje më të freskët. Kastraveci ka tendencën që të na mbajë ne të ngopur për shkak të përmbajtjes së lartë të ujit. Ky i fundit rrit sasinë e kalorive të djegura dhe ndihmon në përgjithësi për rënien nga pesha. Frymëmarrje e sigurt dhe e freskët. Kastravecët pastrojnë gojën nga bakteret e dëmshme të cilët shkaktojnë erën e keqe të saj. Mjafton që ju të mbani një fetë kastraveci në qelz për plot 30 sekonda në mënyrë që bakteret tuaja të eliminohen dhe goja juaj të jetë sa më e freskët. Më pak stres. Vitamina B tek kastraveci ndihmon në uljen e nivelit të ankthit dhe stresit. Këto vitamina ndihmojnë organizmin tuaj të prodhojë më shumë energji. Niveli i sheqerit. Antioksidantët, vitamina C dhe mangani ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq dhe sheqerit në gjak. Kësaj kastraveci rekomandohen në veçanti edhe për diabetin sepse ndihmojnë në mbajtjen dhe parandalimin e sëmundjes. Kastraveci ofron shumë përfitime për organizmin në përgjithësi dhe lëkurën në veçanti. Këto përfitime merren duke ngrënë këto perime të shtrydhur ose të aplikuar direkt në lëkurën tuaj. Sipas informacioneve, ju duhet të dini se cilat janë përfitimet që ofron kastraveci për organizmin. 96% e kastravecit përbëhet nga ujë dhe kjo nënkupton se fal tij lëkura juaj do të jetë e hidratuar dhe po ashtu kastraveci është i pasur me magnez dhe kalium. Ai rekomandohet njëkohësisht që të konsumohet dhe gjithashtu të përdoret si një maskë. Kastraveci është një perime e mirë për pastrimin e trupit nga toksina dhe për rënien nga pesha. Kastraveci rekomandohet të aplikohet edhe në zonën e syve kundër rrafëve të zi dhe më pas
në të gjithë fytyrën tuaj, sepse është i pasur me biotin dhe me vitaminën A, B1 dhe C. Kastraveci gjithashtu nga ana tjetër do të ndihmoj që ju të përgatisni një tonik natyral të lëkurës tuaj. Ekspertët të rekomandojnë që ju të qëroni kastravecin dhe ta përzini në mikser me pak ujë. Më pas, masën e qullët kullojeni në një nap të pastër. Lëngun më pas futeni në një shishe qelçi të vogël spërkatëse dhe ruajeni atë në frigorifer. Këtë tonik ju mund ta përzini edhe me lëng limoni dhe më pas të lani fytyrën tuaj me të. Maska me kastravec për lëkurën tuaj të thatë. Ju mund të përzini në mikser kastravecin me tërshër pluhur dhe mjalt. Lajni fytyrën dhe më pas aplikojeni një shtresë të trashë të maskës. Mbajini për plot 15 minuta dhe më pas lajni fytyrën tuaj me ujë të ftohtë. Ndërkohë që maskën mbajini në fytyrë, ju duhet që të vendosni 2 feta kastraveci mbi sy për një trajtim fantastik për lëkurën tuaj. Kastraveci gjithashtu jo vetëm që do të freskoj lëkurën, por edhe do të largoj rrathët e zinj të syve. Do të zbardh lëkurën dhe gjithashtu do t'i jap asaj një nur i cili shkëlqen. Keni dëgjuar ndonjëherë për dietën me kastravec? Sipas ekspertëve, ne këtu do t'ju tregojmë se shumë dietologë rekomandojnë se kjo dietë është ndryshe nga dietat e tjera, pasi është e shëndetshme dhe njëkohësisht nuk i bën keq organizmit dhe për më tepër ju hidraton dhe gjithashtu pastron trupin tuaj në tërësi. Këtu ju do të mësoni se si të ndiqni një dietë e cila do të funksionojë tërësisht. Në mëngjes ju duhet që të konsumoni të paktën 200 gram kastravec bashkë me kos me pak yndyr në mëngjes. Nëse jeni sërish të uritur, atëherë mund të hani disa feta mollë ose pjeshk. Dreka, ndërkohë që dreka është vakti më kryesor i ditës, në këtë vakt ju duhet që të hani të paktën një fet bukë të thekur dhe një sallatë të pasur me kastravec. Për alternim, në ditë të tjera, ju mundet që të konsumoni edhe 2 patate të zjera dhe 300 gram fruta të freskëta. Sa i përket pijeve të lejuara, ekspertët thonë se ju duhet që të pini kafe dhe çaj pa sheqer. Një recetë tjetër dhe mjaft e përshtatshme për vaktin e drekës është edhe përzierja e saj në sallatë të fetave të kastravecit me të paktën 2 vezë ose 150 gram për vaktin e drekës dhe gjithashtu ju duhet që të konsumoni si alternim edhe 2 feta me bukë gruri. Këto të fundit duhen konsumuar veçmas me fetat e kastravecit. Në mes të vakteve mund të konsumoni lëng kastraveci me xhenxhefil, mollë, bajame dhe sigurisht spinaq. Pra, mundohuni që të përfshini sa më shumë kastravec në regjimin tuaj ushqimor, pasi përfitimet që ju do të keni janë me të vërtetë të larta. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.